Përshëndetje, unë jam doktoresh Albana Daka, specialiste në mjekësinë laboratorike, gjenetik dhe nutricion. Një nga ekzaminimet e tjera më të rëndësishme krahas mikrobiomës intestinale është dhe mikrobioma vaginale dhe ajo e endometriumit. Mikrobioma vaginale dhe endometriumit janë shumë të rëndësishme për të ruajtur një terren acid si në vaginë ashtu dhe në endometër për të pasur një shëndet të traktit genital tek femrat. Në kushtet të zakonshme, në kushtet të shëndetshme, si vagina ashtu dhe endometriumi dominohen nga laktobacilit. Të gjitha llojet e tij prodhojnë acidin laktik duke mbajtur një pH vaginal dhe endometrial acid për të ruajtur një shëndet të traktit fertil. Në rastin kur ne kemi vaginoza të shumta bakteriale, kandidoza apo edhe problematika me fertilitetin, pra shtatzani jo të suksesshme, një nga testet risi që përdorin ginekologët krahas ekzaminimeve të kulturave mikrobiologjike apo të ekzaminimeve të tjera histopatologjike për të evidentuar shkaktarin e një infeksioni në traktin fertil është mikrobioma vaginale, duke dhënë një trajtim të personalizuar. Pra kalojmë nga trajtimet empirike apo nga trajtimet e përafërta që mund të sjellë një kulturë bakteriologjike apo një ekzaminim histologjik në një trajtim të personalizuar pas bërjes së mikrobiomës vaginale me metodën NGS, pra një metodë gjenetike duke ekzaminuar në mënyrë gjenetike të gjithë gjenomën e baktereve, viruseve, parazitëve dhe kandidozave të cilat ndodhen në vaginë apo në endometër dhe më pas duke bërë një trajtim të personalizuar. Çka do të thotë një trajtim nëse nevojitet me antibiotik në mënyrë të personalizuar, trajtime pro dhe prebiotik duke rritur gjithashtu shtesat ushqimore. Pas një trajtimi të tillë, në shumicën e rasteve ne kemi evitim të vaginozave apo endometriozave bakteriale, kandidozave të shpeshta, por edhe riparim të infertilitetit. Në një pjesë të madhe të rasteve, pikërisht të gjitha këto infeksione, të cilat mjekohen në mënyrë empirike, pa gjetur shkakun specifik, bëjnë që ne të kemi infertilitet të shtuar, pra shtatzani jo të suksesshme, e në një pjesë rastesh edhe kur shtatzania ndodh, implantim jo të rregullt të embrionit dhe lindje të parakoshme. Gjithashtu, femrat të cilat bëjnë infeksione vaginale, bakteriale apo kandidoza të shpeshta kanë risk më të madh për të bërë infeksione urinare dhe sëmundje seksualisht të transmetueshme. Pra duke testuar mikrobiomën vaginale apo endometriale dhe duke dhënë trajtimin e personalizuar, do të kemi shmangjen dhe eliminimin e të gjitha këtyre problematikave që çojnë jo vetëm në infeksione, po themi të shpeshta dhe afatgjate në shumicën e rasteve, por edhe në rritje të infertilitetit, pra dështim të metodave të fertilizimit in vitro, po ashtu edhe të shtatzanive të ndodhura në kushte normale. Tërësia e këtyre ekzaminimeve të detajuara si të mikrobiomës intestinale, ashtu edhe të mikrobiomës vaginale apo endometriale ofrohen çdo ditë pranë klinikës Fit Health.